Është zhvilluar këtë të martë seanca radhës në gjykatën e posaçme në ngarkim të kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, bashkëshortes së tij Ajola Xoxa si dhe të pandehurve të tjerë. Ashtu si edhe në seancat e mëparshme as Veliaj dhe as Xoxa nuk janë paraqitur fizikisht në sallën e gjyqit. Kryebashkiaku Veliaj, i cili ka kundërshtuar qëndrimin në kafazin e xhamit, ka dërguar një deklaratë me shkrim ku ka njoftuar njëjtësirë të tjera se dëshiron të përfaqësohet në proces nga avokati Plaren Dreca. Nga ana tjetër, mbrojtja Ajola Xoxës e përfaqësuar nga avokati Max Haxhia ka kërkuar pezullimin e shqyrtimit gjyqësor për një afat prej 63 ditësh. Avokati argumentoi se klientja e tij ka sjellë në jetë fëmijën në 29 qershor me ndërhyrje cezariane dhe ndodhet në leje lindje, duke shtuar se ajo dëshiron të jetë vetë prezente në seancat gjyqësore dhe nuk do t'i autorizojë avokatët për mbrojtje në mungesë. SPA ka kundërshtuar kërkesën për pezullim, duke argumentuar se kodi i procedurës penale nuk e parashikon këtë si shkak ligjor. Prokurorët e çështjes shtuan se seanca ka nisur në shtator dhe e pandehura Xoxa nuk është paraqitur në asnjë prej tyre, ndërsa sugjeruan se nëse gjykata e vlerëson të pamundur vazhdimin e gjykimit për të pandehurën, mund të procedohet me ndarjen e çështjes së Xoxës nga ajo e të pandehurve të tjerë për të mos varritur procesin. Kujtojmë se ndaj Erion Veliajt rëndojnë 13 akuza për 5 vepra të rënda penale, përfshirë korrupsion pasiv në 9 raste, shpërdorim detyre, pastrimi produkteve të veprës penale dhe fshehje pasurie, ndërsa bashkëshortja e tij Ajola Xoxa akuzohet për 12 akuza, ndër të tjera korrupsion pasiv në 9 raste, pastrim parash dhe mosdeklarim pasurie.